hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që vlen sim për neve të ditës gjykimit. Në qoftë se dona me kanë me jetu në këtë botë të qetë, me jetu në këtë botë të sigurt, me jetu në këtë botë pa frikë për të ardhmen, me jetu në këtë botë me burnin maksimale, me jetu në këtë botë të vetishëm, ja vlen ky hadith. Transmetohet prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Po isha një ditë mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: O Ibn Abbas, ndëgjofët ku ti them disa fjalë. Ma i men mirë, edhe bindu në te se s'ka rrugdali tjetër. Dhe tha nuk po e ndëgjojsh ka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky hadith, sepse do të shpjegojmë njerë ma gjatë këtë çështje, këtë kanë vështrim. Ky hadith vlen për ata të cilët kanë stres njëtë në kësaj bote, kanë frikë për ardhmërinë e vetë. Ky hadith vlen për ata që kanë frikë, për ata që janë sigurt, për ata që janë të dëshpëruar këtë botë. Ky hadith vlen me marrë si rregull dhe me u bind se s'ka rrugdali tjetër. Çka tha pejgamberi sa? Ti djali çfarë këshilli dha? Tha ihfidhillaha yahfazka. Rregulla parë. Tha bindju Zotit madhërisht, edhe ai tha do të mbrojë ty. Bindju Zotit madhërisht dhe mbrojtja për ti e sigurt. E para. Ihfidhillaha tajidhu tijah. Bindju Allahut azza wa jall do ta gjesh kudo që je ti dhe kudo që ke nevojë ti. Edhe ata këtë fjalë që na vjen neve. Allahu alem, edhe mësohen njerë mirë. Tha se krejnë njerëzit e dunjas më bo bashkë. Edhe me u mundu më të ba keq, nuk kanë më të ba më shumë se sa ta ka shumë Zotë më dheqë. O alem dhe mësohen se krejnë njerëzit e dunjas më bo bashkë. Më mundu më të ba mirë, nuk kanë me mujtë më të ba më shumë se sa ta ka shkru Zotë më dheqë. Kudhja në emër ka marrë fund këtë çështje. Ka marrë fund këtë çështje. Rufiatil aqlam, ka shkru njerë lapsi për ty, për ty e nuk shkru. Po qufet i suhuf dhe ngjyra e lapsit është terë ma kur nuk ripërsëritet. Çka në kupton kjo? Tu është shkruaja te Allahu azza wa jall. Dhe ti kur mos i frikë. Kur mos mendo se rreziqi të ndorën në jetë. Ne sot e kemi këtë problem të ndëruar vëllezër, si popull. E shen njerën djali i ri për shembull. E shlerson vetveten e vet. Për shembull, e ignoron vetveten e vet. Telpi parime vetveta me in hatër halanit dhe filanit, ose ai më shtin punë mua, ose ai më ndihmon mua, ose ai më pasuron mua. Kur mos lejo me ju përkull askujt njetër se bote, sepse askush ma e men nuk e ka ndorë rreziqin tënd. Mos lejo me përkull se vetën. Shoh me njetër e kësaj bote njerëz të rinj, jam të rinj të ndëruar dhe përkullën para politikanëve të ndryshëm. Janë servil ndaj njerëzve. Dhe kur ta pyet po pse po e përkull identitetin? Ti je musliman, ti ke besu Allahu, ti e njeri, ti ke identitet. Se tu shmi përkull të kujna. Do të po më shtin halani filanin punë, ose filani halanin ban kesh në qofë nuk si ka shumë. E jotja si njeriu me besu Zotin e madhreshëm. Me hec rrugës që ka caktu Zoti i madhreshëm. Edhe kur mos u thot se rreziqi nuk ka dorë në ti. Rreziqi dorë në Allahu te xhelal.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم
Zotin e nderoft, ishim Arjan Sejdiun dhe Abdulrahman Sudajsi.